Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska sot bëri të ditur se për vitin shkollor 2026-2027 deri më tani janë regjistruar rreth 14.500 nxënës të klasës së parë. Shifra ende nuk është përfundimtare, pasi regjistrimet vazhdojnë deri në fund të shtatorit për fëmijët që nuk janë regjistruar gjatë afatit të rregullt. Ministria e Arsimit dhe Shkencës pret që këtë vit natyrshëm të ndërpresin punën e 26 shkollave rurale në të cilët nuk është regjistruar asnjë nxënës i klasës së parë. Në disa prej tyre deri tani kanë mësuar vetëm nga 5 deri në 8 nxënës. Ova godina se zapišani okolo 14.000. Këtë vit shkollor presim të përfundojmë me gjithsej 26 shkolla rurale të mbyllura, në të cilat nuk ka regjistrim të nxënësve të klasës së parë dhe ku gjoja mësojnë 5, 7 apo 8 fëmijë. Gjendja ndryshon nga një shkollë në tjetrën. Për momentin kemi rreth 200 paralele më pak në arsimin fillor dhe 100 paralele më pak në arsimin e mesëm. Theksoj se kjo bëhet me qëllim që nxënësve t'u mundsohet socializim më i mirë dhe përmirësim i cilësisë së arsimit, sidomos kur bëhet fjalë për paralele të kombinuara, ku sipas asaj që lejohet me ligj, nxënës nga 3 klasë të ndryshme mësojnë së bashku, për shembull, të jenë vetëm 5 nxënës, 2 në klasën e parë, 1 në klasën e tretë dhe 2 në klasën e 5. Ulja e numrit të paraleleve për momentin nuk do të nënkuptoj largimin nga puna të mësimdhënësve të punësuar me kontratë të përhershme. Sipas Janevskës, asnjë mësimdhënës i tillë deri tani nuk ka mbetur pa punë, ndërsa në disa komuna të Shkupit, përfshirë aerodromin, madje ka mungesë të kuadrit dhe priten punësime të reja.